Shtetet e Bashkuara rrisin tarifat për automjetet dhe çelikun kanadez. Trump nuk kemi nevojë për Kanadan. Presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se tarifat amerikane për automjetet, pjesët e automjeteve dhe çelikun që importohen nga Kanadaja do të rriten në 50% duke nisur nga 1 janari 2027. Vendimi vjen pas dështimit negociatave tregtare mes Washingtonit dhe Ottawës. Trump e bëri njoftimin përmes një postimi në rrjetet sociale kur theksoi se produktet e prodhuara në territorin amerikan nuk do t'i nënshtrohen këtyre tarifave. Prodhoi në SBA dhe tarifa do të jetë zero. Kanadaja nuk do të trajtohet më si një shtet, shkroi Trump. Presidenti amerikan akuzoi gjithashtu Kanadan që prej vitesh ka përfituar në mënyrë të padrejtë nga marrëdhëniet tregtare me Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, tarifa që Ottawa ka vendosur ndaj fermerëve dhe produkteve bujqësore amerikane ka dëmtuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Kanadaja ka plaçkitur të Amerikës për vite me radhë, deklaroi Trump, duke cilësuar situatën si të paqëndrueshme. Ai vijoi me kritike ndaj Ottawës duke argumentuar se Kanadaja është shumë e varur nga tradhtia me SBA sesa Shtetet e Bashkuara nga Kanadaja. Ne nuk kemi nevojë për Kanadan, Kanadaja ka nevojë për ne, tha presidenti amerikan. Rritja e tarifave pritet të thellojë dhe më tej tensionet tregtare mes dy vendeve pas ndërprerjes së bisedimeve për arritjen e një marrëveshje tregtare.